A ju duket ma mirë me ushtru me dikën, për shembull, skenarin që e keni, apo me ushtru veç vetë? Dion? Mas pari me mësu tekstin edhe tani me bëhu së bashku. Po, pra një herë vetë, Po. edhe për ty? Edhe unë kam qef me mësu tekstin me bo ose një fjali gjatë, unë e thamë. Tani vjen babe i thamë, baba ban me mësu tekstin, i thamë. Unë i thamë a ban me mësu tekstin, tani thët babe, po tani unë babe but keshe qka thamë unë edhe kë. Po, pra edhe ty babit ndihmon. Po. Ty, kush ndihmon mas shumë, Dion? Ma shumë ndihmon motra. Dalin, ti që ushtran? Unë e ushtroj vetë, po gjithashtu dhe me familje, sepse familja është mbështetja më e madhe, që më mbështet do me thonë mu për këtë drejtim. Cili u konë reagime kur t'kam po mas pare në serial? Do me thonë ata e ndi shumë mirë, sepse janë ndi t'lumëtër, edhe ata që unë e kom realizu këtë andër që e kom pasë. Pra ti ende nuk e dojë kështu në skeni, je vetëm alo në pjesën e gjirimeve. Cili mënon që ka me qenë ai reagime i publikut, i shokëve, shoqeve, i familjes? Besoj që ka me qenë shumë i mirë, pasi që është edhe fillime dhe do mbështetin shumë që e kam realizu këtë. Po ty në krahasim që është fillime, tu ka i stresi këtë për kamerave? Po, se do me thonë, mësosh me aktorët që e ki atë, edhe duhet që të koncentrume vetëm në pjesën që ne kemi, dhe jo në kamera që aty janë. Tash para me nuk kanë këta dy stres heq, as Leona, as Rui. Unë s'kam stres heq. Qështu ka dok ndoshta fillimin, me krahasu mas pari, kur ke gjirimin e parë? Gjirimin e parë kërë këm pa, më ka duk shumë emocional, edhe pastaj kërë këm shumë shtëpi para gjirimeve. Kam thonë që shumë mirë ke lu, edhe... E përmenet që motrat ka nimu mas shumë të edhe me tekst, pra me mësu. Cili ka qenë reagimi i motrës kur t'ka po mas pari? Reagimi i motrës u kanë që u gëzu shumë, ka pas emocione kër e ka shiku videon, edhe më di shumë mirë. E reagime tjera, për shambull babi, mami, që të kanë thonë? Babi, mami më kanë thonë që ke lu shumë mirë edhe vazhdo që është të qështje. A kam pos naj kritik naj herë për ty atë kanë thonë, bëja qështu, bëja qështu? Po, më kanë thonë me bëja qështu. Luaj, ju keni ushtru edhe me babin, pra skenarin që e ke pas. Qysh ka qenë reagimi i babit, pra, kur e ka po në televizor, ka dalë epizode, keni dalë jo në televizor? Po, këvesh kur këm dalë të televizor, dhe ke babe të lumë që ke thonë mirë, mame. Kinë më kanë thonë mirë që ke dalë se më ka pëlqy dhe vitja që shkëm dalë. Kinë më ka pëlqy që valiti kejtë. Pra krejt kanë thonë mirë. Po. A ka pos naj kritik, naj kush për ty? A ti je ai kritikusi ma i madhe vetës që nuk e lenë kur me dalë kur gjë jashtë binarve kështu? Tane kum po one më në djallë ka puqën me hup edhe patika që kena shku atë plime dhe kum po një gjerime valit të konë kulic, tani kanë shku ata të konë, tani e kena lejsë një tim, tani valiti urdzu me kulic. Atë qërin që hecën me kulic. Po. Tani urësit. Dalin, qysh do këtë ty në ashta ajo pjesa ma e pabesueshme,
qysh kanë jetu për shembull në përkatune me jetën tash? Do me thonë, më duket se si, do me thonë nuk janë kanë varë heq në rrjete sociale. A duket ma mirë kështu? Po, sepse kitë kotë lirë me u argëtu më shumë. Cilat janë planet për të ardhmen për ty, Dalin? Të ardhmen, dëshiroj që të vazhdoj do me thonë aktrimin edhe të mirëm me një drejtim gjithashtu tjetër që unë e dëshiroj. Luaj, cilat janë planet të ardhmes për ty? Mirë. A do me vazhdu me aktru gjithmonë? Po, gjithë kam qef se na pritëm gjerojna do skena, tani na vjen buka me hongër, tani përshujna një 5 orë, 4 orë, shumë përshujna me hongër njerë buk, tani me mësu tekstën, tani ja njësëm a bën gjeri me që shukon tekstën qështu. Pra që kjo rutina edhe për i bashkoj ka kështu këgja shumë. Te kjo pjesa e pauzave për shembull, çka bëni? Hojna buk një herë, tani e mësujna tekstën, tani lujna. Po. Unë me këtonë. Çka Lion te pjesa e pauzave? A duket, a ma shumë pëlqen pauza, a xhirimi? Gjerimi më pëlqen më shumë. Pra me të spret me hungër bukën, më vazhdu. Po. Cilat janë planet e së ardhmes për ty, Liana? Planet e së ardhmes, të ardhmen, unë kam dëshirë që me vazhdu shumë, si që thash ma herët, edhe besoj që e vazhdoj. Liana, çka i kishe thonë fëmijëve cilë po dojnë mu bo aktor? Unë do t'ja kisha dhënë një mesazh që ata kanë dëshirë për mu bë aktor, unë do t'i kisha dhënë që të mos kenë emocione edhe që mos të tutën prej kamerave që i bojnë. Po se ndështë ajo frikë largohet më njëherë. Po. Luaj, çka kishe thonë fëmijëve cilë dojnë mu bo aktor? Kur jam konë të klasa e parë, mu ka qenë mësusja tabel, thëke që shke kalu në gjerime dhe pi kamera që shke kalu a mira keqën i ku më thonë mirë se gjerime shumë mu ka pëlqy edhe shumë. Dalina, çka kishe thonë aktorëve trenj, apo edhe fëmijëve cilë kanë qafë mu bo aktor, po ngrojnë? Të punojnë shumë që të realizojnë ëndrrën e tyre që kanë. Atër na dhe me nëzës po presëm të me të po në epizodat e reja të serialit Nusja me shkollë, edhe ta dy sidomos.